dhe kujdo që do dalë dhe shenjat janë dhënë dhe pikrisht ana më e dukshme këtyre shenjave është që një arradhe madhe palaços po gjen gjithmonë më tepër hapësirë në këto media pikrisht me këtë qëllim. Marrim shembull se ti the ka ndal. Po, ne kemi kriju Edi Rama ka kriju një model prap unikal. Ka thënë shprehjen fantastike, përgjegjësia është individuale. Domethënë përgjegjësia është individuale e secilit nga ne. Po kur marrim përgjegjësi për të mbledhur dhe për të menaxhuar lekët e tjerëve, dhe këto lek vidhen, përgjegjësia nuk është më individuale. Përgjegjësia është atij që ka marrë përsipër dhe ka dalë para shqiptarëve dhe ka thënë mi besoni mua, para tuaja, për 4 vjet, për 4 vjet tjera, për 4 vjet tjera, sepse unë këto para do t'i menaxhoj aq mirë, vendi do prosperoj. Këto para janë vjedhur. Dhe çfarë ndodh? Ke inceneratorët. Më mbani mend se unë kam qenë në emisionin me Edi Ramën para se të plaste skandali, ku i rendita me faktin që pse kjo për mua ishte një aferë kriminale dhe grabice. Rama, çfarë thoshte? Shqipëria mbyt nga plerat kohën e Partisë Demokratike, ja si kanë qenë, atë nxjerrën ca fotografi nga interneti, ja si do jenë. Tani, çfarë ndodh sot? Po marr të që është më e lehta, nuk po i hyj krimet e drogës e këtyre ministrave që janë kapur. Sot, po të shkosh në Vlorë, të kalosh nga bypassi, Vlora nuk duket. Nga djegja që u bët, beturia, jo incenerim, djegja, i vën flakën. Kjo gjë po ndodh në gjithë qytetet e Shqipërisë. Po dalësh periferi dhe Tiranës, koshat e plerave janë mbytur. Nga plerat dhe rrugët janë mbytur, lument, gjithçka janë shumë më keq se çka qenë përpara. Dhe përveç kësaj, ne kemi harxuar dhe gjysmë miliardi euro për këtë punë dhe vazhdojmë paguajmë çdo ditë edhe kompani që merren pastrimin. Pra, këta vjedhin, të quajnë ty manipulator, abuzus që të tregon vjedhjen e këtyre, të shesin sapunin për djathtë, thonë Shqipëria është më e pastër, të ndërkohë që bodh një kamerë të vëzhgë dhe duket se si është Shqipëria e Edi Ramës. A mundet të ri një politikan detyr mbasi ka dështuar për një gjë kaq flagrante? Ke premtuar këtë, more $2 miliardë nga taksat tona, premtove Shqipëri të pastër, sot djeg plerat. Për të mos hyrë pastaj tek rastet e tjera. Pra, këtu ka humbur dhe totalisht sensi i përgjegjësisë. Faji është individual. Po dhe kur e kap Edi Rama vetë? Kap Edi Rama para 5 ditësh me avion. Me avion charter, si me qenë sheik. Asim përgjigjës ka të ndërë. Edhe nga veshja po e pat, është ai filmi Escobarit. Narkos që zbret ai Escobari nga avioni, ashtu e ka dhe ai, me t-shirt, pantallona të gjëra, duke hangër çumçakiz, i jep dorën atyre që janë atje. Dhe ky përfaqëson vende më të varfër të Evropës, të sigurisht dhe vende më të varfër të NATO-s. Ky shkon me charter. Normalisht gjëja e parë që duhet të bënte është transparenca ndaj atyre se janë lekët tona, nuk janë lekët e ja ka lënë familja Rama. Dhe thotë zotërit, po, shkova me këtë charter. Këtë charter pagoi një vend aleat i NATO-s, aty mund të ketë paguar dhe Putini, ku dinë. E dyta, e pagova vet. E treta, e pagova nga taksat tuaja. Kushtoi kaq, ai as për këtë transparencë, për të mos llogarit pastaj jo shpenzimet e tjera, një apartament ku diun 400.000 euro plugu më duket e nxori në blok, gjatë kohës që ka qenë kryeministër, biletat e NBA-t, veshjet që i bën në porosi e tjera, pra janë shpenzime që te kalojnë do të thosha unë luksin edhe të një kryeministrit një vendi të pasur. Imagjinoni kryeministrin e Suedis, të Norvegjisë apo të Gjermanisë, që të pi vera nga 3.000 euro, sërollatet me charter pa llogarisë me çfarë lekësh e ka marrë. Shiko, të kjo e charterit. Dhe shikoj të shofi një ndeshje të NBA-t. Të kjo e charterit, u futa të googulloj pak. Se kompania ishte Gulfstream dhe më shkruaj një nga Amerika, që më thotë, kjo kompani, thotë? Ishte kompania për lloj avionit. Nëse s'ka rëndësi.
kishte faqe jo, lloja avionit, por është me këtë emër në Instagram. U futa shikoj. Kush nga shqiptarët e ndjek? Sepse më shkruan një shqiptar e Amerikës që më kishte barabar, kjo konsiderohet Rolls-Royce i ajrit. Është luksi i avion. Kush e ndiqte? Vetëm 2 nga Shqipëria e ndiqtin. E ndiqte Kep Merli, faqe e resortit, dhe Endri Fuga. Vetëm, ja ku e ke shënuar. Vetëm këta 2 e ndiqtin nga Shqipëria. E dini se çfarë është? Gjë më thjeshtë vëlla me çfarë është si është paguar. I vetëm shqiptar që e ndiqte faqen e Instagram të kësaj linje avionësh ishte Endri Fuga. Ora, në bot ka edhe pasanik dhe biznesmen që i kanë lekët e veta. Dakor. Dhe detyrohen her pas here, kur kanë ndjeshmëri publiku shpjegojnë. Dasma në Venecia, thot Jeff Bezos, ka kushtuar kaq. Ja shikoje pak në Instagram. I vetmi shqiptar që ndjek faqen e Instagram të kësaj kompanie avionësh që përdor Rama. Po Endri Fuga do ta ketë ndjekur se është dash për ta prenotuar tani nuk ka rëndësi. Endri Fuga. Dhe kjo mund të jetë një indici që ai është kontakti që ka kontaktuar për ta prenotuar. Kush ka paguar? Lekë Rama kush? Po jo, po duhet ta them se kjo është kryesore, prandaj po them që ky ka arrit kulmin, ky do bëj lajm, po ta shikojmë në një linjë pasagjerësh normale. Ua, Edi Rama paska sa keq paska përfunduar Shqipëria, kryeministri udhton me linjë normale. Gulfstreami e ndjek vetëm Endri Fuga nga Shqipëria bushat. Ka shije. Jo, mos është çështje shije, unë jam me këtë të mandit, po edhe kjo e mandit ka një problem që ky standard që kërkon mandi është standard që në vëndet aplikohet në vëndet demokratike. Në vëndet si këto tonat ku edhe mediat janë të kapur, edhe drejtësia s'bën dot gjë, edhe opozita mund të kërkoj komisione timor për çarterin e Ramës dhe nuk ja japin, nuk ka kuptim. Prandaj Rama do bëj ç'të doj, sepse do zgjedhi çarterin që doj dhe do e paguaj sa të doj në këtë rast, për arsye se i ka marrë masat përpara që të jetoj në një sistem pa mediat pavarura, pa drejtësi të pavarur, me opozitë të linçuar dhe pa drejta e shumë rrallë. I ka vrarë rojet, edhe themin e pse se kapin që është duke vjedhë, s'ka kush ta kapin. Jo, pse si jep llogari, nuk ka si t'japi llogari sepse i ka marrë masat që të jetë në këtë pikë për mos me dhënë llogari. Megjithatë, opozita ndoshta si numër ka numrin më të vogël të deputetëve, por duke pas parasysh që opozita 2021-2025 ishte ndarë në 30 pjesë dhe nuk bëheshin as 13 deputet me pjesë më të madhe të grupit, kemi një opozit solide me 50 mandate kundër Ramës. Si parashikon opozitën e 2025 krahasuar me 3 opozitat e para? Për ta parashiku është e vështirë, po